Gëzoje jetën me 88-ën. City Radio në 88.0. Ua, qura! Natiri! O Nadir! Po ku jeni, more çuna? Ana dëgjon mo. Ju jeni të vetmi që nuk flini. Nervi, mezi e dëgjojmë, nervi. Mezi dëgjojmë Nadirin, dëgjojmë vetëm Nervi. një tingull që vjen nga një thellësi enigmatike, duket si nga një tjetër dimension. O Nadir, qafsh mu qatë dimensioni jemë vlaj. Se mezi po Na të dëgjojmë. thuj nga jemi lidhur live. Ku ndodhesh? Shiko. Tani sa po jam në dimensionin e parë se sa fillova të bëj shkrimin për javën që vjen. Akoma të i pari tje, ne jemi të i pesje. Thellë dhe më thellë. Edhe thash po ku më shqetëson në këto. Edhe mendova vetëm ju të City. Pa ta lutem shumë se neve nuk shqetësojmë. A vash të shi, sekund. Nadiro, slogani ynë është gëzoje jetën. Kështu që vetëm shqetësime nuk ka në këtë mes. Jo, është kënaq mua se në një moment shkëputem tani dhe se po mendoja për rreth e Kordilevskit. Tash unë si të futem unë tani në thellësinë e rreve të Kordilevskit. Qa janë këto biskota? Rovsh Nadir. O Nadir, apo qa bëhet dhe një, qa na thua? Ore. Po, e di si sa herë që filloj unë shkruaj kështu për mistere dhe enigma, futem thellë më thellë kur dëgjoj në një buzëqeshje, pastaj më duket sikur bota po ringjallet prapë. Edhe kështu që është mirë ndonjëherë të ma hiqni edhe të paktën për disa sekonda atë idenë e misterit. Gëzoje jetën Nadir, gëzoje. Dgjoj, desha të them vetëm diçka. Duket sikur ne këtu te ky transmetim merremi me gjëra të vogla. Për shembull, ne kemi gjithmonë një quiz. Kemi një temë për çdo emision dhe sot ne kemi një pyetje. Qori ta thot. Jo atë për fundin e botës. Jo, atë ta them pastaj. Në fund e kemi atë për fundin e botës. Se më na e prishësh emisionin të tash, se na hikin gjithë na trembën era. Atëre, pyetja qor? Nadir, dëgjoj. Pse milingonat Jo, mbaj mend. Më dëgjoj. Përse milingonat hecin në rresht një nga një? Kjo është tema jonë për sot në emision. Por ama, përgjigja duhet të jetë në stilin ton, alla City Radio, që i bie një përgjigje me shumë humor, po edhe me pak spec djeks brenda, domethënë. Në rastin ton konkret me një spec jo pak enigmatik. Okej. Po, më thuaj. Atë historinë që është po e shqiptare ajo, po to shqiptare. Hodhi një butall, një gur brenda në ujë, edhe 100 të mençur shkuan dhe aty dhe e morën. Apo jo? Dgjoj, ne e pranojmë që ky është programi më llafazan, më argëtues dhe më i çmendur Nadir, i gjitha radiove dhe televizioneve shqiptare. Kështu që na takon të hedhim gurët. Ndaj po thoshja, hodhi njëri një gur me një çmendur, siç thuhet, në ujë një gur dhe 100 të mençur shkuan që ta merrnin. E njëjta gjithë ndodhe edhe me milingonat. Shkon një çmendur për të kërkuar një diçka dhe tjetër e ndjekin nga mrapa. Nadir. Kam përshtypjen të jetë më e thellë. I ke shku. Po thuaj, si ishte mirë. Jo, ti rregulli me taten, por ne të shpjeguam me sa gjëra të thjeshta merremi këtu. Por për t'i dhënë pak më tepër pesh kësaj gjëje, vendosëm që të kishim këtë lidhje të drejtë për drejtë nga një tjetër dimension me një tjetër si bie. Mos më vin fjalët. No, ja pe shef, ja ndodhi. Është çakra ka fajin, çakra, nuk kemi çfarë të bëjmë. Nadir, fjala për ty. Dua që sikundër ti po thua që po lehtësohesh nëpërmjet tyre të qeshurave. Nga një anë duam t'i çlodhim dëgjuesit tan prej çmendurive pafund që ne japim her pas here në për programet tona. Na thuaj diçka, po desh quaj qofte ekskluzive, pavarësisht se ke enigmën që dim që transmetohet në T+ gjithmonë, por meqense është fundi i enigmës, po vjen fundi. Na jep diçka pikante ta kemi neve këtu ekskluzive. Hajde. Po shiko, është një problem këtu i madh, sepse e qenë brenda një emisioni serioz, jam i detyruar me fjalë që të flas gjëra serioze. Nuk ma merr mendja që ti përkasi një dimensioni kështu pak me një fjalë. Pak me i çmendur, thuaj, s'ka gjë. Alo, Nadir. Ana dëgjoj. Po, nëse ju kërkoni e them, do shkojmë prapë tek fundi botës pastaj. Ore, na thuaj kur vjen fundi botës, na thuaj.
thuaj apo në mënyrën tate, Nadir, të lutem thuaj siç nuk e ke thënë kurrë ndonjëherë tek Enigma. Okej, po përgatit një kronik që quhet Rreth e Kordileksit. Është një mister, kjo është me gjithmonë mister, sepse kam folur me një geofizikant, edhe kemi bërë një intervistë shumë të mirë, dhe po kërkoja disa informacione që tisha më sakt me fjalë në informacionet që do vijnë në këtë kronik. Edhe çuditërisht, unë nuk e dija të të vërtetën që rreth tokës paskër ka 3 objekte, ose më mirë 3 satelit natyror, që është Hëna dhe 2 rreth e Kordileskit. Unë kujtoj se ishte vetëm Hëna që vërtitej rreth tokës. Në fakt janë 3. Dhe ç'është e vërteta, nëse ato bëjnë një trekëndës, po thuaj, të barabartë, me 120 gradë secila prej tyre. Këndet e prinjve trekëndësit, po? Kjo që është tamam si një gradë, për shembull, më fal, kjo është tamam si një gradë që kur vinë meteoritët bien pikërisht në të re. Kështu që me sa e kuptova unë që sot e tutje, nëse do trajtojmë rreth e Kordileskit në emision, e para një që duhet ta shikojnë gjithë, po e dyta që është më e rëndësishmja, për sa u përket meteoritëve apo asteroidëve, nuk do të ndodh kurrë që të përplasen në tokë. Kështu që fundi botës shkatërrohet si ide përfundimisht. Ona dira se na morën qafën se ngelëm të i thon gocave fundi botës nesër. Na prishe planet. Jo, unë të them të vërtetën, e pranoj edhe një gjë tjetër si ajo që më thej çfarë të Milingonës, se sinqerisht më futi në një botë tjetër. Dëgjoj, ti mbase në botën e Milingonave. Mbase do ta ripërjetosh kur të dëgjosh apo të shohësh ritransmetimin e këtij programi. Por ne po të ndjejmë në këto momente realisht nga një tjetër dimension, një tjetër bazë po zë vend në këto momente në transmetim dhe zëri yt po jehon si nga dimensioni në dimension, por nuk e përcaktoi dot. Dëgjuesit janë ata dhe teleshikuesit që po e shijojnë. Me sa kuptova unë ty të kujtohet ai emisioni që bëmë ne Oktava Hertz, ose gjithë universi është vibrim. Edhe po mundohesh të vjedhësh në një fjalë nga ato ku kemi trajtuar ato tematikat që thot edhe zëri me një fjalë që emetojmë ne shkon në dimensione të tjera dhe përhapet në hapësi, në kozmo, jetëve, E kupton tani çfarë fuqie ka radio mo. Ore, o çuna, po do më hiqni vetëm një kuriozitet që e kam shumë. Na thuaj. Se mo na fuzën në emision pastaj era. Më kryojnë shumë lapsus edhe probleme kur flas gjitha që i studiojnë gjuhën italiane dhe angleze. Dhe sa që i kam këto në momentin që studioj ose flas në këtë gjuhë, më krijojnë probleme dhe krijoj lapsus të mëdhenj në gjuhën shqipe. Të mëdha. S'ka gjë, edhe ne. Në një gjë ndodhet edhe me ne. Por gjo, Nadir, këshill është që duhet të mendosh në gjuhën të cilën vendos të flasësh. Kur vendos të flasësh shqip, mendo shqip, të lutem. Kur vendos të flasësh italisht, mendo italisht. Po Gjenco, e mban më në fillim si ishte shqipja ime sa e të merrshme ishte apo jo. Po ne madje unë shikoj vetveten emisionet e para. Unë nuk të kam thënë asnjëherë, por ne kishim diskutimet e para që puntatat e para të Enigmës ti transmetonim të titruara në shqip. E bukur. Por duke parë që e more veten shpejt dhe ece 2007-ën, më fal Genco, 2007-ën unë lash turneun, edhe ishte turneu fundit që bëra për si iluzionist. Po më duket do i kthehem dhe një herë tjetër edhe apo jo. Do të bëj fix fare model. Ona dire, me qenë se na çove të iluzionisti, na bën një nga ato truket e tua, një nga ato lërat e tua. Ke mundësi aty? I kam lënë, po lënë. Nadir. Atë lutem tash. Ja, vajti vite më tani jemi 2014. Po më vjen nga ato të voglat. Nga ato të voglat. Je live, je në plan të parë në transmetim televiziv. Ora je në Skype, ore, mos e vrit menjen. Se stallohet ato 500 lekë, 200 lekë. Me qëse ra fjala. Gjo. E dini ju atë të magjistarit kur vajti njëri, do vende njëri tek një magjistar, do ua tregoj këtë. Po. Të lutem dëgjoj, diçka po ndodh, një energji e çuditshme është te dimensioni ku ndodhesh dhe plani kamera po tronditet. Të lutem sigurohu që të jetë fikse për transmetimin. Okej, I got it, e kapa. Gjotani. I thon njëri, shiko, është një magjistar shumë i mirë, thënë,
Edhe duhet të shkosh tani sepse ti ke disa probleme. Edhe ai do t'i zgjidhë të gjitha. Mirë thotë ky. Edhe sa shkoi tek ai, ngjit në katër e dy se ishte ka dytë magjistari, ky troget tek dera. Magjistari që ndroi gjithmonë ajër, ka përsipër. Kush është? Tha ky po iki fare. Se tha i qofse ky nuk e di në kush isha unë, mirë po iki. Men nuk ishte për të qesh, unë jam i mirë se Jo, bukur ishte, pas ka pas të bukur në fund, kjo nuk ishte për të qeshës në jam jo, kjo ishte për të qeshës, kjo e fundit. Shef. Nadir. Do më thoni ja bie shi aty në qendër të Tiranës, se unë jam në periferi. Dëgjoj. Tu ka dal dielli. Tu ka dal dielli mo. Dëgjoj, të lutem Nervi. Të lutem në pranitë të Nadirit live, një funny calls me policin ton të ndëruar të shtetit dhe respektin e saj ndaj diellit. Që ta dëgjoj edhe Nadiri. Audio. Ta dëgjoj edhe Nadiri pak. E pastaj po deshe do të tregoj me një parçalet tjetër, por në gjuhën tonë alla City Radio, me një tjetër funny call se realizuar Rishtasi. Dëgjoj Nadir. Ja. Ecim. Funny calls on City Radio. Funny calls. Alo po. Komandant. More, polis Bilali. Jo, doja të nipje pak leje që të iki pak me Xhemalin edhe Xhelalin. Ku do vini ju? Me leje. Pushime. Po, me pushime, do ikim me pushime në të tre. Po ku do vini me pushime? Do ikim në diell, do ikim një deri në diell do ikim. More Bilal. Janë Terezia. Po çdo një diell do provojeni fare. Po pse shef? Po do i na dinë vetë, ne do ikim natën. Nuk jam i sigurt që na bie gjatë. Funny calls on City Radio. Funny calls. O Nadir. Po këto i bëni gjatë ditës, Policia i bën plan e ditën dhe operacionet zhvillojnë natën kryesisht. Ore, dëgjoj. Ando. Po. E diti që një ditë isha duke më ftoi një goti se më mirë se bëjmë publicitet pastaj. Dhe më ftoi një mikë dhe po pinim një kafe aty tek ato dy pulla. Unë zakonisht nuk dal, kështu po, meqense vinte nga larg dhe shkova. Dhe nga xhami sipër në katin e dytë po shifin poshtë se janë një policë që po i histe makinës benzinë se kishte ngelur pa benzinë. Edhe ndihmoi një qytetar i thjeshtë. Gjithë këtë kisha filmuar dhe kam në kompjuter, po është e bukur sepse e ndihmoi qytetari policin se s'kishte më benzinë edhe shtytë makinën derisa shkuan te qendra e universitetit poshtë tek Ulaçi. Edhe doja, në qoftë se do ishte më me fjalë, një të ardhme, po falja juve që shikoni disa momente gazmore të policisë. E ndihmoj apo e ngriti tabelën e? Jo, figure. Policin e kishte lënë benzina, erdhi një qytetar dhe ndihmoi me shty makinën deri te karburanti. Po pra, ky qytetari e ndihmoi vet apo e ngriti tabelën po pyes? Polici. Çuna, unë dua të pyes aty se gjitha ai smog që shoh aty, ku e pini cigaren ju, jashtë apo brenda? Ore, nuk e di se çfarë të pati janë ndevo. Nadir, nuk e di nga ç'di dimension po na sheh, mbas është ajo reja aty trekënd që pengon vështrimin. Nadir, çoje flyboxin të Shop TV-ja. Doja të pyesja sa metra katror janë aty dhe sa njerëz jeni brenda. Atëre, regjia, ti na sheh dot në të gjitha ti na shikon edhe këtej apo shikon vetëm çunat mantanxhamit nduket? Mu me gencin na shikon jo. Jo, unë nuk e kam bënë televizorin, se kam frikë se mos hynë në interferenca. Jo, në Skype. Dhe duat jetë zëk pastër. Kjo është ide me zinë. Atëherë dëgjoj, ti këtë program ta shohësh edhe të regjistruar. Ne këtu në studio jemi të ndarë nga një xham, jemi dy veta unë dhe Andi këtej xhami nga mikrofoni. Po them dhe sa veta jeni tani. Aktualisht janë 3 të tjera andej më tan. Domethënë jemi 5 veta në këtë transmetim drejt për drejt këtu. Me gjithë ty 6. Po pa problem, vizë televizorin dhe vullizarin. Unë jam jashtë asaj dhome, ndaj tash në atë vend aty sa metra katror janë që
se ai smogu aty nuk më pëlqen mua. Ja, Ku shef të smogun ti më? Çuna, kush për gjeni mrapa? Nga dimensioni dimension ka mjegull o gëndo. Nuk e di. Më duket se Nadir i lidhet direkt në ajo sfera, jo na kompjuterja. Nadir, po na she me atë sferën. Do më thoni një gjë. Po. Çuna, do më thoni një gjë. Kush nga stafi juaj ka parë emisionet Enigma dhe çfarë i ka mbetur si Unë i kom pa gjitha që sigurt je. Andi i ka parë. Unë i kom pa gjitha. Unë garantoj që i kam parë. Andi lere se Andi e ka bërë të gjithën, e ka bërë vetëm Andi. Përveç Andi. Unë të garantoj që kam parë çdo promo të çdo sezoni nga fillimi në fund. Jo promo. Jo, tash. Kemi nervin ma tanë që madje sot kishte ndjekur një ndër emisionet. Të lutem. Nervi kë kishte Del ndjekur transmetim. Kë kishte ndjek nervi, dil pak transmetim nervit. Folin Nadirit vet. Kë kishte ndjek atë me atë çfarë ishte ajo? Unë ndoqa atë me historinë e 8 hercit dhe këtë tjetrën me orën që kalkulonte vdekjen, po. Po. Faleminderit, më ndiqni. Ishte pak e vështirë ajo pas ka ndjekur atë. Mirë, shumë mirë. Po ç'të bëri përshtypje kështu? Çfarë të bëri përshtypje nervo? Ore, një sekondë se pyetje ti bëjmë ne këtu era. Po ti. Si të emisioni notja. Pritera. Tani më lini për të paktën për 1 minutë që bëj një pyetje kështu për emisionin tim që do di si do sillem nesër. Doja të dija sa lek bën ajo ora. Po pse më do vesh atë orën ti thua? Po ta dim atë atje. Po ta vëm një herë. Për momentin ora bën $2.500. Sa are? Për $2.500 të vreta ja. Të e qafe. Bukur. Nadiro, u kënaqem. Faleminderit. Të falenderoj shumë për disponibilitetin dhe kohën që na dhurove, por me shpresën se më qetësuat jashtë mase. Me shpresën se i argëtuar sadopak këtu në këtë program Salla Fazan, kaq argëtues, po një herësh edhe më të çmendur nuk bëhet. Të garantoj për këtë. Është megjithatë, jo sinqerisht po them, përveç atyre shakave që bëhen që bëra dhe unë se u bëra pjesë edhe unë. Ose për këtë punë të thirrë, more, deshëm shaka nga një dimension tjetër. Shiko, ashtu siç e them edhe në emisione, unë të gjithë me fjalë marrin jetën shumë vështirë, shumë. I kemi vënë ata që janë të zymt, kështu që janë njerëz që me zor të flasin apo e marrin shumë seriozisht. Problem çdo gjë. Dhe kur qesh njeriu i shtohet jeta dhe shkencërisht nëse qesh është me vërtet që të zgjohet të zgjatet jeta. Dhe kështu që të paktën ato 5 sekonda që më vodhët nga jeta ime, diskutohet që u bën 10 sekonda shtesë në jetën time më vonë me fjalë. Dhe unë shpresoj të gjithë shqiptarët sinqerisht po them. Nadir, dua të them se e aty se më bën, shiko. Dua të them vetëm diçka. Ne vë te Radio City shpesh për të vetmen arsye sepse ndonjëherë rri deri vonë. Se të kujton orë fikse, ora 7 gëzoje jetën, ora 8 gëzoje jetën. E lë të sintonizuar që të më bëj shoqëri Radio City. Nadir, më the që të vodhëm 5 sekonda. Duket që ende ti po përjeton një ëndër, se vetëm ëndrat zgjasin aq. Në fakt, ke plot 15 minuta live në City Radio Network dhe Shock TV. This is magic. Wow! Okej. Nadir Mura, falenderojmë shumë që na dhurove realisht një kënaqësi të një tjetër dimensioni. Faleminderit. Nadiro. Herën tjetër përgatitet atë numrin me leprin mo. Që ndel ka kapelja. Okej. Natën e mirë Nadir. Ju lepurat që të gjithë. Çdo puni. O qyqa. Natë e mirë, faleminderit. Dashur miq, ishte Nadir Mura direkt live nga një dimension tjetër. Gëzoje jetën me 88-ën. City Radio në 88.0.